pejgamberi Allahut, vazhdoni të shkoni në haxh dhe në umra, mos i ndëgjoni shurmëxhit të cilët ju pengojnë dhe thojnë se kemi nevojë ekonominë ta drejtojmë në drejtime të tjera, nga se thot pejgamberi Allahut se nuk ka mundësi haxhi dhe umra njeriu ta varfëron asnjëherë, nuk ka bon i varfër një haxhi që ka kri haxhin. Haxhi nuk të varfëron, për këtë mundrasi haxhi të pasuron. Kështu e ka bon Allahu Azza wa Jall, shpenzimet e haxhit që Allahu Azza wa Jall kja shumë fishohet dhe kja kompenzohet në manirën si shdin Allahu Azza wa Jall. Dhe thot pejgamberi Allahu, nëse vazhdimisht të vizitoni këtë shtëpi, këtë vend, ta keni haxhin dhe umrën. Haxhi dhe umra ja largon fukarallëkin dhe ja largon gjunat, ju pastron prej gjunave. Gjunat e mëdhaja janë vetëm disa vepra që i shlien, s'ka mundësi që gjunat e mëdhaja ti shlien çdo sen.